Ti për shembull ke patur mundësi të sqarohesh me Gjesin, a mendon që Adel do të sqarohesh me Gjesin? Unë mendoj që s'kam çka mos sqaru me të. Unë uroj gjitha sukseset atina si në karrierë, si në jetën private, edhe shpresoj që të jetë mirë. Mes meje dhe ti ka mbaru më. Unë këtu jam. Ka mbaru, po nuk se keni patur këtë mundësinë të sqaroheni me Po unë u futa aty, edhe unë i thash që edhe aty mbrenda që personat që kam fol për mu ja ku janë, mund me më thonë mu direkt, atu të ka dzu shumë frikacak. Po ti ke qërtu mashtrus, po ti ke kërkove ti drejt për drejt. Normal që ai do të refuzonte. Sepse unë Egli ta bëj këtë gjën që hajde Gjesi të sqaroj njëre mirë. Jo, sepse unë futa me një sfidë. Ishte një mision. Po, ishte mision dhe mu nuk më lejohet që unë t'i flasë para dikujna apo t'i drejtohem. Ata në qovë se më folin mu ashtu si që më foli Ola, kam pas të drejt t'i flasë. Dhe momentin që ajmë kishtë fol mu, normalisht unë ja kësha thonë të gjitha që kam pas me i thonë, po me heshtin e tina të regoj që ajo është frikatsav dhe fol vetëm brapa shpines. Nuk është burë të flet për para. Kishe patur një përballje? Për fjallet që i ka thonë, sepse ka thonë shumë fjallë të rona, absolutikisht që po, por misioni jam me të kam baru. Nëse vjen një mundësi, ndoshta edhe në përfundim të Bigut të sqaroheni, do të ishe sqaruar me Gjesin? Nuk e di Alan menaxhere.